Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, ju përshëndes nga vendbanimi Petrovia i qytetit të Umagut në zonën e Istrias në Kroaci. Shkaku i ardhjes time këtu ishte pasqyrimi i jetës dhe i punës së shqiptarëve që jetojnë në këtë zonë. Dhe pikërisht ndodhem në pronat e zotit Shtjefan Maksuti. Ai erdhi këtu në Kroaci në vitin 1979. Një vit më pas, ai u martua dhe krijoi familjen e tij. Në vitin 1990, Shtjefan Maksuti hapi firmën e tij të ndërtimit dhe merrej me rikonstruksionin e shtëpijave, por edhe me ndërtimin e godinave të reja. Pas një problemi shëndetësor, Shtjefni e mbylli firmën e ndërtimit dhe u mor me sektorin e turizmit. Pikërisht, kjo shtëpi pasmeje, pronë e Shtjefan Maksutit, i lëshohet turistëve të huaj nga gjithë Europa në sezonin turistik, por jo vetëm. Shtjefni në jetën e tij është edhe aktivisti çështjet kombëtare shqiptare. Prej vitit 2010, Shtjefan Maksuti është kryetar i Bashkësisë Shqiptare të Umagut. Le të ndjekim për më shumë intervistën ekskluzive që ai dha për emisionin Gjurmët. Zoti Shtjefan Maksuti, faleminderit që pranoi ftesën e emisionit Gjurmët dhe që më mirëprite këtu në vendbanimin Petrovia të qytetit të Umagut në zonën e Istrias në Kroaci. Ju faleminderit juve për ardhjen tuaj dhe në vendbanimin tim në Petrovi. Ju faleminderit gjithashtu dhe juve dhe emisionit Gjurma. Po. Zoti Shtjefan, në pyetjen e parë është normale për të gjithë ju shqiptarët që jeni larguar prej dekadash nga Kosova. Si zëfill ardhja juaj në Kroaci dhe çfarë viti erdhët ju këtu? Unë erdha në vitin 79, pasi që kreva studimet në Mitrovic, u ktheva në shtëpinë time ku ishta i lindur në Bogov, komuna e Gjakovës, dhe duke qenë se nuk munda të gjej punë në qytetin tim, edhe pse Gjakova kishte fabrika numerikisht ma shumë se krejt Kosova, nuk gjeta punë. Edhe unë nisa ke motra që ishte në Kroaci, në Istër, në një vizit të motra. Pra, ti bëre një imigrim të brendshëm, pra, brenda shtetit, se ishte ish Jugoslavia. Ishte ish Jugoslavia, erdha ke motra, e vizitova motrën, edhe për aty shkova ke motra tjetër në Zvicër, ku u punësova përkohësisht 6 muaj. E grumbullova një sasi të hollash, po, dhe u ktheva prapë në Istër. Istra më pëlqej si vend i zhvilluar, si vend i qetë, një popull i qetë. Edhe vendosa të emigroj në Istër. Të qëndrosh këtu, pra. Të qëndroj këtu. Po. Me ato parat që i fitova në Zvicër, e mora një shtëpi në fshatin Oskurush, komuna e Bujës. U ktheva në vendlindje, ke prindit e mi, dhe ju thash, unë, duke qenë se nuk gjeta punë në Gjakov, kam vendosur të shkoj të jetoj në Istër të Kroacisë. Dhe i pyeta prindit e mi, do të vini me mu, apo do të rrini këndu? Ata më thanë, ku do të jeshti, aty do të jem edhe ne. Kështu që, në vitin 80, unë i solla prindet e mi në Istër të Kroacisë. Po. Po pasaj në Shrethana u vendosët zoti Shtjefan këtu në Petrovi, pasi ishit një vendbanim tjetër dhe erdhën në Petrovi. Me qenë se në Oskurush ishte një zonë, thuatim malore, ku nuk kishte mjete udhëtuese, ku nuk kishte shkolla, ku nuk kishte qerdhe. E pashtë pa mundshme ta zhvilloj jetën matutje në atë zonë. Edhe vendosa të tërhiqem këtu në Petrovi të qytetit të Umagut. Po. Ju ndërkohë edhe u martuat apo këtu në Kroaci? Në vitin 80. Po. Në vitin 80 jam martu, edhe mund të thamë që ajo datë ka disa arsy, apo disa, si të thamën, momente historike, se në atë ditë që martu, ka vdekur Tito. Ashtë një datë historike që mbetet për mu në 2 anët. Dita martesës dhe dita kur vdis Tito. Po, e kuptoj. Pra, kishit rreth 2 vite që ju kishit ardhur këtu në Petrovia, të Umagut, dhe ju
pasi qëndrua 2 vite me qira në një banesë këtu, blet shtëpinë tuaj të parë, të cilët e restauruat, më vonë, apo jo? Unë shtëpinë e bleva këtu ku gjendemi tash. Është ky objekt pas nesh? Kjo është objekti ky para nesh. Shtëpia që blet fillimisht është kjo. Atë e kam blet pari. Ishte shtëpi e vjetër, të cilën unë me bashkëshorten time, me fuqit tona, fizike, mentale dhe monetare, e kemi rindërtu bashkë. Po. Më thonë, në çdo pjesë të rindërtimit ka marrë pjesë edhe bashkëshortja ime. Po, dhe pastaj vjen një moment që ju menduat që mos jeni më rroktar, pagator, pra mos jeni punë marrës, por të çelni biznesin tuaj, si përmarrjen tuaj të ndërtimit. Në vitin 87, po, e kam lanë punën ku isha i punësum dhe fillova në biznesin tim privat, ku hapa një biznes ndërtimor me 4 punëtor. Me çfarë merre konkretisht? Rehabilitim, rekonstruksion të shtëpiave? Unë merresh me rehabilitim edhe me konstruksion. Por ndërtim shtëpiash nga e para? Ma vonë. Po, ma vonë. Firma filloi të zhvillohet, të rritet dhe fillova të merrem edhe me ndërtimin e shtëpiave. Po. Ndërkohë që ju rrisnit fitimet tuaja, sepse ishit tani si përmarrës, ju menduat që mos qëndronit me këtë shtëpi, por në këtë obor ku jemi, bledet disa shtëpia të tjera. Të gjitha në një obor, për t'i vënë në funksion të turistëve. Duke u rrit biznisi, duke u rrit situata financiare, vendosat aty ku... Në këtë obor, pra kjo është një nga shtëpia që blet më vonë. Edhe një shtëpi tjetër, e cila ishte gjithashtu e vjetër, të cilën e renovova dhe e bona shtëpi turistë. Aktualisht tu vinë turistë nga Gjermania, nga gjithë Evropa. Nga gjithë Evropa. Por ju nuk u ndalet me blerjen e këtyre shtëpiave, me rehabilitimin e rekonstruksionin për t'i vënë në dispozicion të turistëve, ju çelet edhe një kafe bar. Në vitin 92 vendosa të hap biznesin tëm dhe e mora në qytetin e Novigrad. E mora një kafe bar fast food, i cili ishte i pari në qytetin e Novigradit. Po. Edhe atë e kem punu një kohë të gjatë, gjithashtu turizëm, gastronomi edhe ndërtimtari. Po. Tani të vim në vitin 2000, kur gjendja ju është shëndetësore përkeqësohet dhe për shkak të një problemi shëndetësor, ju e mbyllni firmën e ndërtimit, apo jo? Po. Dhe pak më vonë, dikush në 2013 ju dhuron një donator një veshk, një person me origjinë nga Gjermania, me që më keni thënë, por në shtetas kroat. Ashtu. Dhe ju implantohet juve nga mjekët në spitalin e Rijekës. Na flisni pak për këtë detaj. Në vitin 2000, erdhi dhe keqësimi i gjendjes shëndetësore dhe përfundova në spitalin e Rijekës, ku mjekët konstatuan që veshkët e mia nuk funksiononin më, isha në gjendje, dhe më thonë, 25% ishte funksioni i veshkëve të mia. 75% nuk punonin? Nuk punonin. Dhe 3 vite u shtyna me mjekësim, në vitin 2013, fati, Zoti, desht që një donator nga Rijeka, një person apo qytetar i Rijekës me origjinë gjermane me kishte donu veshkën. Dhe në 2013 kam ba transplantimin e veshkës, mjekët me kanë ba, ku isha personi i 999 i transplantu në Rijekë, në qytetin, në spitalin e Rijekës. Spitalin shtetëror gjithmonë. Spitali shtetëror i Kroacisë. Dhe transplanti ju e doli me sukses? Transplanti është shumë me sukses, edhe sot ja ku gjendem, pas atëri transplantimi, jetojnë normal, punojnë normal, funksionojnë normal. Nuk kufizohesh as në ushqim, as një gjë. Pra, bërë një jetë normale, të njeriu të shëndetshëm. Plotësisht një jetë normale. Po. Zoti Shtjefën, dhe së fundi, përpara se të kalojmë dhe të flasim për bashkësinë shqiptare të Umagut, por edhe për funksionet të tjera që keni pas ju në komunitetin shqiptar të Istrias, aktualitet është ju ktheni këto shtëpia
të blera, të restauruara, me firmën tuaj dikur dhe I keni në funksion të turistëve të huaj. Apo jo, ju merreni aktualisht me këtë biznes. Me turizëm, merrem me turizëm. Po, aktualisht unë pash turist gjerman në dhoma pas jush. Ashtu. Keni dhe familje të tjera? Po. Kjo shtëpi ka që 30 vjet që merrem me turizëm. Do thonë, nga gjithë Evropa, kemi turistët që vinë nga gjithë Evropa, këtu që banojnë këne. Në anën e përparme të kësaj vile, unë pash edhe një shatërvan, një pishin, apo jo? Ashtu është maksimalisht rregulluar. Tu turisti gjenë kushte shumë të mira se në hotel, sepse ka obor, ka pishin. Intimitetin e vet. Po, është I në shtëpinë e tij. Është në gjendën të lirë dhe janë shumë të lumtur me shtëpinë apo me shërbimin që bëjmë ne. Keni turistë europian që ju rikthehen vit pas viti, që I keni klient të përhershëm? Unë kam mos të tham me tepru 40% të tyne që vinë një herë, rikthehen prapë. Po. Ka raste që edhe nga 3 herë në vit rikthehen. Na vinë dhe në një stin tjetër përveç verës. Po. Apo brenda verës. Jo, brenda verës apo edhe dimrit, që unë mund t'i pres edhe dimrit për arsye se gjitha kushtet janë si ngrohje si krejt. Po. Ju këtë biznes e keni bashku me djalin tuaj, apo jo? Po, me familjen, bashkë me djalin. Po, është biznes familjar. Por një rol shumë të rëndësishëm luan dhe nipi juaj në këtë biznes, apo jo? Kastrioti luan rolin kryesor, për arsye se... Je ke si konsulenta. Atë e kam konsulent, e kam dorën e djathtë. Po. Kastrioti është dora e djathtë e imja. Kastrioti është frymëzimi I punës dhe jetës time. Unë shoh që edhe në rrjetet social Facebook ju keni vendosur foton e Kastriotit. Gjithherë. Pasardhësi juaj. Pasardhësi me krenari. Po. Edhe mban emrin e Gjergj Kastriotit, që është heroi jon kombëtar I gjitha kohrave. Shtefan, të falenderoj për këtë pjesë parë të emisionit Gjurmët. Në pjesën e dytë do flasim pak dhe për nipin tuaj, Kastriotin. Shtefan, vazhdojmë të qëndrojmë në ambientet e shtëpisë tuaj, të cilat ju I keni bler vite më parë dhe I keni restauruar. Po. Ndodhemi në oborin e shtëpive tuaja. Ashtu është. Pranë jush keni këtë radhë edhe nipin tuaj Kastriotin, që është djali tuaj, që jeton në këtë shtëpi. Po, I lindur në këtë shtëpi. Po. Dhe ju jeni pak më I afeksionuar pas Kastriotit dhe mbani me vete kudo. Apo jo I keni mësuar dhe gjuhën shqipe? Kastrioti. Na flisni diçka për Kastriotin. Kastrioti është lindur në këtë shtëpi, është rritur në këtë shtëpi dhe kohën më të madhe të lirë të tine e kalon me mu. Po. Çka do që ne punojmë, bëjmë bashkë. Po. Dhe në atë mënyrë, ashtu Kastrioti edhe e mëson gjuhën shqipe. Po. Pra ti ke qenë faktori kryesor që I ke mësuar gjuhën shqipe. 100% faktori kryesor për të mësuar gjuhën shqipe, edhe gjyshja edhe babi. Por unë jam ai që mas shumti merrem me Kastriotin. Seri mas shumti me Kastriotin. Me Kastriotin. Ai flet në shtëpi me ju gjuhën shqipe? Flet në shtëpi me gjuhën shqipe dhe në gjuhën kroate, kështu që mundohem që në çdo mënyrë sa më shumë ta flet gjuhën shqipe. Po, t'ja trashëgosh gjuhën shqipe. Ta trashëgon gjuhën Çfarë shqipe. keni mësuar tjetër dhe për Shqipërinë, për Kosovën, për heroin ton kombëtar Gjergj Kastrioti? Kastrioti din shumë gjana për Shqipërinë, për Kosovën, ka vizitu Kosovën. Për Gjergj Kastriotin folim thyet I gati si çdo ditë. Është I afeksionuar me Gjergj Kastriotin, edhe është krenar që e mban emrin Kastriot. Me sa më thatë ju I tregon dhe shokëve të klasës kroatëve se kush është heroi jon. Kastriotin në qerdhe, çdo herë kur është biseda me shok, flet për Gjergj Kastriotin, për të madhin Gjergj Kastriotin. Po. A mund ta pyes vetë Kastriot, ç'dini ju për heroin ton Gjergj Kastrioti? Po. Sa I madh është ai? Sa I fuqishëm ka Kastrioti është trimi më I madh shqiptar. Mund ta thoni diçka? Fol. Çfarë është Gjergj Kastrioti për ty? Çka është Gjergj Kastrioti? Fol. Shqiptar Aha. jonë po. I madh. Shqiptar I madh, heroj I madh. Shqiptar I madh.
Zoti Shtefan, jemi në pjesën e dytë të emisionit Gjurmët, jemi përsëri së bashku. Ndodhemi kësaj herë në zyrat e Bashkësisë Shqiptare të qytetit të Novigradit. Ju dalloheni si disa shqiptarë të tjerë edhe për veprimtari atletare, jeni aktivisti çështje shqiptare, promovoni kulturën shqiptare, traditat tona këtu në Kroaci. Si erdhi zgjedhja juaj shumë vite më parë si kryetari i Bashkësisë Shqiptarëve të Umagut? Unë mund thamë që kjo është viti i 17 që unë jam kryetar i Bashkisë Shqiptare të qytetit të Umagut. Mirë po, si aktivist i komunitetit shqiptar, datoj akoma ma heret, që si antar i Këshillit të Prefekturës Istres dhe antar i Bashkisë të Prefekturës Istres. Gjithmonë për komunitetin shqiptar. Për që punon dhe merrem me komunitetin shqiptar. Po. Në qytetin e Umagut, ne në bashkësinë tonë kemi afër 250 antarë të bashkësisë. Ne veprojmë në mënyrë kulturore për mirëmbajtjen e gjuhës shqiptare, kulturës shqiptare dhe afirmimit të kulturës tonë shqiptare. Dhe të vlerave tona. Edhe vlerave tonë kombëtare. Po. Ndër tjera, tentojmë që popullatën tonë shqiptare ta afrojmë sa më shumë që t'i ruajmë vlerat tona, gjatë jetës, edhe pse gjendemi në emergjim, t'i ruajmë vlerat kombëtare, gjuhën, kombin edhe. Po. Cilat janë disa aktivitetet që kryeni ju si Bashkësia e Shqiptarëve të Umagut? Aktivitetet kulturore, atletare? Kulturore, janë, do të thotë kulturore, ato që ne festojmë të gjitha festat kombëtare, si për shembull ditën e pavarësisë të Kosovës, ditën e flamurit shqiptar e tjera. Po. Po në lidhje me shoqatat e tjera, bashkësitë e tjera që ka zona e Istrias, mund t'i përmendim ato, t'i respektojmë dhe këta shoqatat e tjera në qytetet e tjera të vogla. Qendra e Istrias është Pula, apo jo? Qendra është Pula, po. Do të thonë në Pulë është qendra e Bashkisë Shqiptare të Istrias. Istrias, po. Çdo qytet pak a shumë i kemi zyret tona në qytete. Po, dhe cilat janë këto zyra në qytetet e tjera? Dy prej tyre janë pronë e shqiptarëve. Po. Kjo është pronë e shqiptarëve. Një në Pula, edhe kjo në Novigrad që është pronë e Bashkisë Shqiptare. Pra janë të blera nga shqiptarët, janë prona me lekt e Bashkisë Shqiptare. Po. Ndërsa zyrat tuaja në Umag edhe në qytetet e tjera? Ne i kemi zyrat në për qytetet e tjera, i kemi nga qyteti. Do të thonë në përdorim, nga komuna, nga komuna e çdo qytet përdorim. Po. Cilat janë këto bashkësi të tjera të zonës Istras, ti përmendim? Është, si thash, Umagu, është Novigradi, Poreqi, Rovinji, Pulla, Medulini. Këto kanë. Po. Dhe qendra e këtyre bashkësive shqiptare është Pulla. Qendra kryesore është Pulla. Dhe ne gjithë së bashku veprojmë në Pullë. Të gjitha qytetet së bashku. Vareni nga ky qytet. Varemi edhe veprojmë së bashku në Pullë. Koordinoni veprimet bashkë. Koordinojmë nga Pulla. Po, e kuptova. Zoti Shtefan, në fund të emisionit Gjurmët, kemi ardhur pak a shumë në fund të emisionit Gjurmët, në 3 pyetjet e fundit. Është bërë traditë për mua që personazhin kryesor dhe në rastin konkret juve, ta pyesim edhe për origjinën e tij. Është krenari për ne të përmendim prindrit, gjyshrit, stërgjyshrit edhe brezat të tjerë paraardhësit tanë. Cila është origjina juaj? Kur daton shpërngulja juaj nga qerreti i Pukës për në Kosovë? Dhe mora vesh që keni bërë dhe pemën genealogjike. Mund ta shpjegoni edhe të gjithë meshkujt, burrat e fisit tuaj. Unë me krenari të madhe mund të tham që origjina jonë, thelbi, është nga qerreti i Pukës, ku të partë e mi, si mbas shkencave matematikore, janë shpërngull para 450 vjetëve nga qerreti i Pukës në fshatin Vogov, komuna e Gjakovës. Dhe aty ndodhet akoma një pjesë e fisit. Aty ndodhet akoma familja ime, kushërit e mi, të partë e mi, në fshatin Vogov të komunës e Gjakovës. Unë u linda aty, mirë po, rajt tona janë në Pukë. Unë mund të shpjegoj që nga nipi im, që është Imrami, Kastrioti, deri ke i pari jonë, që ishte Gjovalin Shkreli, ti numëroj brezet tona, brez pas brezi. Do të thotë, Kastrioti është nipi,
djalim është Rafaeli, unë jam Shtjefni, baba im ishte Zefi, gjyshim ishte Mehmeti, baba i Mehmetit ishte Qela, baba i Qeles ishte Tahiri, baba i Tahirit ishte Uka, baba i Ukës ishte Maksuti, baba i Maksutit ishte Doda, baba i Dodës ishte Marku, baba i Markut ishte Gjergji që u shpërngull nga qëreti në Vogov, edhe i pari jonë ishte Gjovalin Shkreli. Dhe më thonë, nipi im është gjenerata e 13 që jemi shpërngull nga qëreti Pukës. Do thot jem miritor, krenar, me fis Shkrel apo Kelmend, se Shkreli është dek e Kelmendit. E fisit Kelmend, po. Shtjefan, kuriozitet për mua është të di, si erdhi e shkruar apo gojdhën kjo trashëgimi e pemës së fisit tuaj? Ty ta ka thënë babaj? Unë kam si gojdhëna, por e kam edhe me shkrim. Edhe me shkrim? E kam edhe me shkrim. E kanë lënë parë tuaj, që mund ta dokumentoj. Po, e kuptova. Do të thot, nga Shkreli u shpërngullen 3 vllazën, Gjovalini, Marashi, vllavi i madh, Gjoni, vllavi i dytë, dhe Gjergji, vllavi i tretë, ku ne jemi të Gjergjit. Në Vogov u vendosën dhe pas disa viteve, 2 vllazët e mëdhaj u shpërngullen nga Vogova, ndrun fen, njëni shkoi në Valë të Denjes, Bregu Drinut, ndërsa tjetri shkoi në Lipjan, për të marrë pasuri apo toka qipësi nga Beglerët asaj kohe. Ndërsa ne, në Vogov, mbetëm aty ku jemi akoma sot, dhe ne asnjëherë nuk e ndrum fen, megjithse kemi ndru emna edhe mbi emna për ta ruajtur fen ton krishterë. Siç e patë edhe më parë, gjyshi im e kishte emrin Mehmet. Kjo është kamufluar në mënyrë që pushtuesi mos ta marrë vesh të vërtetën e besimit fetar. Kush jemi ne? Po, e kuptoj. Shtjefan, do ishte privilegj për ne të na flisni pak edhe për familjen e vogël tuaj. Unë dasha para se të vite familje e vogël ta shpjegoj disa gjëra, për arsye se familja jon është një familje adhetare, po, një familje nacional çlirimtare, ku baba im veti 4 vlla kanë marrë pjesë në luftat çlirimtare gjatë kohës së Jugosllavisë, pushtimit të Jugosllavisë së vjetër, dhe kanë qenë gjithë prej tyre, si nga Nou, Marku, Zefi edhe Preka, luftar të ballit kombëtar. Pra kanë qenë të krahut nacionalist. Nacionalist. Ata që donin Shqipërinë etnike. Shqipërinë etnike. Ku në kohën e fundit, të 4 vllazët kanë marrë mirënjohje nga balli kombëtar që ekziston sot si antar të shqiptar për çlirimin etnik të Shqipërisë. Kontributin gjatë jetës. Të 4 vllazët gjatë jetës ishin të burgosur disa herë, dhe nuk me vdekje që të 4. Mund ta cek për i vllaut mall, Naut apo Isufi, pse kishte ndru për shkak të mbrojtjes fesë. Isufi ka qenë i dënuar me vdekje kur është vra Ganimetet Tërbeshi në Gjakov. Ai ka qenë një ndër ata të dënumit. Edhe e shpëtoi jetën për arsye se Pashuk Biba, si ministër i asaj kohe, i mbrojtjes së Shqipërisë, e dha dekretin që Jusuf Mehmeti nuk është partizan, por është antar i ballit kombëtar. Agja im, Marku, Gjermanët e morën dhe e çuan 4 vjet në Gjermani, që nuk ditë askush. Ka me përqendrime, besoj. Po. Apo gjallë apo i vdekur. Baba im 3 herë në jetë ka qenë i dënuar me vdekje nga regjimi i Rankovicit. Një herë, hera parë, në bazë të shpionazheve të shqiptarëve, e kishte kërkuar Rankovicit që t'i dorëzon armët. E torturoi babën tim deri në vdekje. Të tretën herë, të tretën natë, para që i thanë, nes o da bim, o da pish armën, o da të vrasim. I përgjakur, e qiten në borë, shkoj, keni mik i joni në Muglic, në fshatin Muglic, komuna Gjakovës, ku ishte një njeri i lartë, i pozicionu. Edhe pyet, çka të bëjmë në këtë rast? Thot, Zef, nuk ki tjetër rrugë dalje, o ta dërzosh armën, o ta marrish armën, dalish në mal. Koçak.
Na thonë, i thishtë. Deri këtu shkoj. Po, baba im i shpetoj kësi radhi. Radha dytë ishte, kur Rankovici i tuboj shqiptarët, 32.000 dhe i nisi të qonë në barit të Italisë të mbyt në dete. Gjatë rrugës, kalun në për Shkodër. Në Shkodër, baba im arriti në një moment që ikë partizanëve, duke thënë që kam nevojë të shkoj të urinoj, dhe kishte pa një lokal të vogël në Shkodër dhe u fut në atë lokal dhe kërkon asaj zonës që shërbente a ka ndonjë dalje tjetër. Derë pas dere iku në mal dhe asaj radhë shpëtoj. Hera dytë. Hera tretë ishte beteja famkeqe e Tivarit, ku prap Rankovici apo Serbia në bashkëpunim ishin bashkëpunimi komunistëve të Shqipërisë me Jugosllavisë, me partizanëve pra, kundër nacionalizmit. Edhe i grumbullun, baba im ishte në atë grup në betejën e Tivarit, ku fati tine. Edhe këtu shpëtoj? Shpëtoj, gjatë pushkatimit, kanë ra poshtë. Ata kanë bërë një masakër, kanë shti pa lajmërim. Kanë ra poshtë, kur kanë ra poshtë, kanë arë partizanët, edhe tu mendu që kjo është i vramë, e kanë shkel me kam, nuk ka livrit. Ky edhe një tjetër, shqiptar nga Drenica. Iken partizanët, këta u qunë, iken njoni një në tanë, tjetër një tjetër tanë, në përmal. Po mas pak kohë, prapu takun, kështu që 3 herë i shpëtoj kthetrave të Miloševićit. Agja i vogël, preka, edhe ishte në Mojmneke, ishte në Burg, në Shkup, në një qeli, 1 metër me 1 metër me 2 metra, e mbushën me ujë deri ke goja, me gjarpi mrena. Edhe aj i shpëtoj regjimit komunist apo serb të asaj kohë. Shtjepën, të shkëm tani tek pyetja për familjen tuaj të vogël. Cila është familja e vogël? Familja ime është e vogël, unë në vitin 80 jam martu, në maj të vitit 80, me bashkëshorten time që është e lindur në fshatin Trepetic, komuna e Prizrenit, Florina Nokaj Maksuti, e bia e Mark Nokaj, i cili kishte studiu në Shqipëri. Në vitin 80, ne e bam një dasëm në Prizren dhe dasëmen tjetër në Istër, ku fillum jetën bashkëshortore me një fshat jashtë. Po, këto i tregove në pjesën e parë, i tregove. Thjesht na shpjego antarët e familjes tuaj. Antarët e familjes janë kështu, unë kam 2 fëmijë, një vajzë edhe një djalë, të dytë janë të martuar. Vajza ime i ka 3 fëmijë, 2 djem edhe një vajzë. Vajza ime quhet Rafaela, mbiemri i qiknis Maksuti, Allakaj, familjes Allakaj. Nipat e mi janë Toni, që studion medicinën vitin e 4, Leoni që studion medicinën vitin e 3, dhe Sara që është në vitin e 7. Dhe nipi i vogël, djali i djalit tim, Kastrioti, që është në shkollën fillore në vitin e 3. Që e takuam sot në shtëpinë tuaj? Që banon dhe jeton me mu. Që tregoj shumë mirë që i ri pranë gjyshit të tij, e dëgjon gjyshin dhe fol dhe gjyshin shqipe. Atë kam dorën e djathtë dhe kam, si thëm, pjesë e trupit tim. Po. Shtjefan, atëherë në fund të emisionit Gjurmët që jemi së bashku, ju lutem, mund përpiloni një mesazh për teleshikuesit e emisionit Gjurmët, shqiptarët, kudo që jetojnë, Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malzi dhe Europë dhe në botë. Unë mund të them që ndihem krenar për punën tuaj si gazetar Lorenz Shehu dhe si realizues i emisionit Gjurmët, që bani jo vetëm për neve, po për gjithë shqiptarët ku gjenden në botë, që tentoni, ti afirmoni, ti bashkoni, që mos të humbasim gjatë rrugës tonë të jetës. Respekt shumë të madh për punën tuaj si personazh, por edhe për punën e emisionit Gjurmët. Unë shpresoj dhe jam i bindur me gjithse, me shekuj kemi vujt nga armisë tonë shekullor, ku akoma sot tentojnë, na coptojnë, na
na shtypin, na përçajnë. Por gjithmonë jam I bindur që ne kemi fitu betejat 500 vjeçare. Do ta fitojmë edhe këtë betejë dhe do të ecim më përpara se ne jemi evropianë. Zoti Boris Miletic, faleminderit që pranoi ftesën e emisionit Gjurmët. Ndihemi I nderuar dhe I privilegjuar që jam këtu në zyrën e përfaqësuesit të shtetit kroat për Istrian. Ju jeni prefekti I Istrias. Njëkohësisht jam I nderuar që ndodhem në mes të një populli vlla, siç është populli kroat. Poštovani gospodine župane Boris Miletiću, gospodin Lorenzo kaže da je on počašćen da ima čast kao građanin I novinar Albanije, odnosno emisije Potraga iz Tirane, da napravi jedan intervju s vama I da možemo govoriti, odnosno razgovarati o Albancima u Istri I u Hrvatskoj. Po, mund të thua që jam I nderuar që je përfaqësuesi I shtetit kroat dhe që ngjendem mes një populli vëlla si kroatët. I on kaže da je počašćen da vi kao predstavnik vlasti, odnosno države, mi kao bratski narod, Albanci I Hrvati, možemo uvijek zajedno surađivati. Ako smijem dodati, ja sam počašćen što je gospodin Lorenzo iskazao interes za ovim intervjuom I evo, drago mi je što možemo porazgovarati o jednoj od naših vrijednih nacionalnih manjina, to je albanska manjina koja već stoljećima živi na području Istre I Hrvatske. Zotni Boris Miletić thotë që ky është I nderuar që ne e vizitojmë të dhe I dham rastin që ai të flet për shqiptar që me qindra vjet jetojnë dhe punojnë në Istër. Po, faleminderit për sinqeritetin. Hvala vam puno za vaše lijepe riječi. Pyetja e parë për ju, zoti Boris Miletic, është si e vlerësoni ju jetën dhe punën e shqiptarëve që jetojnë në zonën e Istres? Prvo pitanje je kako vi, kao župan Istarske županije, ocjenjujete život I rad Albanaca u Istri? Prva stvar koju želim istaknuti, to je naša premisa koju živimo u našoj županiji, koja je multietična, multinacionalna, a to je prije svega da mi uvijek gledamo na čovjeka kao čovjeka, neovisno o njegovoj pripadnosti naciji, vjeri ili neko bilo kojem drugom opredjeljenju. Dakle, uvijek gledamo na ljude kao na ljudska bića. To je naša premisa I zato jesmo otvoreni I zato imamo iz godine u godinu sve veći broj građana čitave Europe koje žele I dolaze živjeti u Istru, značajno više nego što naši ljudi odlaze izvan Istre. Kao si para mund të them që unë si prefekt I Istres jam I lumtur dhe I kënaqur për të gjithë qytetarët që jetojnë në Istër, jo vetëm për Hrvatët, apo për të gjithë qytetarët, pavarësisht nga nacioni, që na e zhvillojmë një kulturë multietnike, nga të gjitha anët e botës apo Evropës që jetojmë bashkë dhe punojmë e veprojmë në mënyrë pasore, njerëzore dhe unë
gjithë i vlerësoj si njerëz pa dallim ngjyre, feje apo kombi. Kjo tregon dhe nivelin demokratik të popullit kroat dhe të shtetit kroat. To znači da s time pokazujete demokratsku vlast, odnosno kulturu hrvatskog naroda i vlasti u Hrvatskoj. Tako je. Dakle, kad gledamo povijesne činjenice, onda vidimo prema našim povjesničarima, dakle, da pripadnici albanske narodnosti dolaze na ovo područje naše Istre još 15. i 16. stoljeću, ali kad pogledamo statističku evidenciju, onda, ajmo reći, od 70. godina prošlog stoljeća pa do dana današnjeg u Istarskoj županiji živi i radi, djeluje otprilike nešto više od 2000 pripadnika albanske narodnosti, što čini otprilike 1% ukupnog stanovništva Istarske županije. Stefan? E vlerësojmë jetën dhe punën e komunitetit shqiptar dhe kur shikojmë historinë e vjetër në këto vende që nga shekulli 14-15 kanë jetuar shqiptarë apo ilirët. E sidomos në vitet që nga viti 70 e këndej, numri i shqiptarëve është rritur gradualisht që jetojnë dhe punojnë dhe përafërsisht është 1% e popullsisë se Istres janë shqiptarë. Inače, položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj je značajan iskorak doživio 2003. godine izglasavanjem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i danas, kad gledamo organizacijski, albanska zajednica u Istri djeluje kroz dva tijela. Jedno je Županijsko vijeće albanske nacionalne zajednice i drugo je Udruga građana, odnosno Zajednica Albanaca u Istri. To su dvije institucije koje su jedna temeljem zakona, a druga temeljem njihove odluke o organiziranju na snazi u Istri. Kur shikojmë jetën e pakicave kombëtare në Istër, që nga viti 2003 në bazë të kushtetutës që e pruni shteti kroat për pakicat kombëtare, në atë rast të gjithat pakicat kanë fitu shumë të drejta dhe shumë përparësi derisa sot jemi në nivel gati të barabartë me gjithë popujt e këtij vendi. E kuptova. Në këtë kuadër, zoti prefekt, si ka ardhur njohja juaj me zotin Shtjefa? Ai më foli me shumë superlativa për personin tuaj, për shpirtin tuaj, për atë që jeni një nga përfaqësuesit më dinjitoz të shtetit kroat këtu në Istre. Kao pitanje je kako smo se ja i vi upoznali, jer kaže gospodin da sam ja vama vas u sav glas svaki put hvalio i cijenio i poštovao. Hvala vam na tome, hvala vam na lijepim riječima. Dakle, kao istarski župan normalno je da jedan značajan dio svoga vremena provodim na terenu među građanima i gospodina Maksutija sam upoznao kroz udrugu Albanaca, dakle, i on je jedan priznati član albanske zajednice u Istarskoj županiji. Ju falenderoj, thot, në fjalët e mira që unë i kam thënë për këtë, dhe thot se me qenë se si prefekt i prefekturës së Istres, kalon shumicën e kohës jashtë zyres. Në terren, pra, me njerëz. Me punë, me popull, dhe në atë rast, në bashkësinë tonë shqiptare, të komunitetit shqiptar, aty kemi ardhur te njoftimi dhe është mirë njohës për punën dhe vlerat që ne i bëjmë në Istër, në Zhupaninë apo në prefekturën e Istrës. Po. Dhe pyetja e radhës, zoti prefekt, a keni ju një mesazh për të gjithë komunitetin shqiptar të Istrias, të Kroacisë, por edhe më gjerë, Shqipëri, Kosovë dhe në diasporë ku jetojnë shqiptarët? Kao sljedeće pitanje je da li imate vi neku poruku
za albanski narod koji živi u Hrvatskoj, prvenstveno u Istri i Hrvatskoj, van Hrvatske, Kosovu, Albaniju i gdje god Albanci žive. Kao što sam u uvodu rekao, u Istri mi na ljude gledamo prvenstveno kao na ljudska bića. I ja mogu samo izraziti svoju zahvalu svim pripadnicima nacionalnih manjina, pa tako i albanskoj zajednici, na svom radu, trudu i doprinosu kako bi Istra danas bila najrazvijenija hrvatska županija. Dakle, to su vrijedni, radišni ljudi u različitim sferama društva. Od, dakle, obrtništva, ugostiteljstva do ljudi koji su prisutni u prosvjeti, u znanosti, u medicini, dakle u svim sferama jednog ljudskog života. I ljudima koji žive u Istri i Hrvatskoj, a pripadnici su albanske nacionalne zajednice, mogu samo izraziti poštovanje i zahvalnost. Svim pripadnicima albanskog naroda koji žive izvan Republike Hrvatske, dakle, možda je najbolji način, ukoliko žele nešto saznati o Istri, da to čuju od svojih sunarodnjaka koji ovdje su odabrali Istru kao svoj drugi dom, a mnogi su se ovdje rodili pa im je to prvi dom. Svi su dobrodošli ukoliko cijene i poštuju našu tradiciju, kulturu i običaje i žele prihvatati takav način života da ljude cijenimo po onome što jesu, a ne po tome kojoj narodu pripadaju ili kojoj vjeri, onda su dobro došli jer Istra je otvorena za sve kako je primila do sada, tako će primati u buduće. Всички знаеш, нема пара, не нjerëz i cilësojmë me vlerësi njerëzore. A marë parasysh pakicat, apo cilit shtet, apo cilit kom i takojnë. Dhe mesazhi im për shqiptarët është të vazhdojnë në këtë rrugë që kanë fillu, këtë rrugë ta kalojmë së bashku, sikur se e kemi kalu deri tash, në mënyrë dinjitoze për të gjithë së bashku. Asaj përket shqiptarëve tjerë, Kosovë, Shqipëri, jashtë botës, nëse dëshirojnë, por mesazhin tim, ne vinë na vizitojnë neve, ti vizitojnë shqiptarët, sikur që jam unë edhe tjerë, bisedojnë me ta dhe ata janë figura më e mirë, mesazhi më i mirë për gjithë shqiptarët e botës. Dhe Istra, si Istër, si rajon, është e hapur për të gjithë njerëzit, e sidomos për shqiptarët janë të mirë se ardhur në rajonin e Istrës. Po, Zoti Prefekt, isha i nderuar, i privilegjuar që ju pata në intervistë ekskluzive për emisionin Gjurmët, dhe që takova një kroat shëmbullor si ju, dijem krenar dhe të takujtoj gjithë tjetër. Faleminderit shumë. Poštovani gospodine župane, kažete da je on počašćen što je imao čast i priliku vas upoznati i s vama razgovarati i da on kao član emisije Potraga iz Albanije još više je počašćen što je on taj koji je imao priliku jednog hrvatskog kako bi rekao dužnosnika da napravi jedan intervju s njim. Moja je čast bila razgovarati sa gospodinom Lorencom i iskreno mi je drago što smo mogli se upoznati i izmijeniti neka mišljenja. Hvala puno, gospodine. Hvala. Hvala puno.